unë e pash dje kryeministri i Kosovës e ka ftu faktikisht imamin e Bosnës dhe Hercegovinës në takim zyrtar. Për çka i vyn kryeministrit të Kosovës me taku imamin e Bosnës dhe Hercegovinës? Për njerëz që njohin pak këto procese, arsyeja është, po pretendohet se e ka ftu me ndihmu që me asiguru votën e Duda Bajes dhe Rasim Demirit apo deputetëve Goran. Ju e shëni se një lloj presioni apo se? Kjo është një presion dhe është një lobim totalisht i pavend. Na nuk kemi, kjo po merr përpara, më kujtohet në vitin 2002 kemi pas problem me një lloj ngërçie institucional, në atë kohë presidenti Ndiaye Rugova nuk pranonte që kryeministri të thashë për shkak të rivalitetit politik dhe temave të tilla, po donte koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Në atë kohë kanë qenë amerikanët dhe gjermanët gjermanët dhe vendet tjera të BE-s që kanë pas ndërmjetësu dhe kanë pas kriju një qeveri, domethënë LDK-PDK me Bajram Recepin kryeministri, domethënë kurse tash këto vende po sillin çure kanë, po thonë se tash një shtet keni do shtet, funksiononi si shtet, zgjidhni vetë problemet e juve. Dhe këtë formë të ndihmës për ndërtimin e koalicionit, kryeministri i Kosovës e gjen te kryeimami i Bosnës së Hercegovinës, pra në rrugë të një demokracie talebaneske. E shku me thirr kryetarin e Bashkisë Islame të Bosnës së Hercegovinës me ndihmu me apo 2 vota të komunitetit musliman. Kjo është skandal në vete. Personalisht, unë nuk e di çka flet kryeministri me krye'imamin e një republike tjetër. Të mos keq kuptohemi, është gjithmonë lajm i mirë kur e shohim kryeministrin që e ka taku kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës, kerrerët e bashkive fetare, sepse kanë shumë çka mund të ndihmojnë njëri tjetrit. Ama me pranu ato dhe me lobu të ai që me ndiku te përfaqësues të komunitetit bosnjak me dhënë votën, për mu paraqet një ramje për një të nivelit të demokracisë dhe nivelit njerëzor, njerëzve që udhëheqin me Kosovën.